Kemi një ngjarje e cila është e paprecedent në fakt në historinë e luftës midis Ukrainës dhe Rusisë. Holësit juve i dini, dron të transportuar në mënyrë të fshehtë në Ukrainë nëpërmjet inteligjencës artificiale për të njohur avionët bombardues strategjik rus çohen në ajër në distancë nga komandosit dhe i godasin duke pretenduar që kanë azgjësuar 31 deri në 41% të flotës ajrore ruse. Ndërkohë që pretendimi Rusisë është që janë goditur vetëm 8 avion, kanë dalë jashtë përdorimit, janë avion natyrisht shumë të kushtueshëm dhe disa tipe prej tyre të pamundur që t'i bëjë Rusia, sepse janë që nga koha e Bashkimit Sovjetik dhe industria ishte e shpërndarë në republika të ndryshme, të cilat tashmë janë të pavarura, dhe atë lloj industrie ose e kanë nxjerrë jashtë përdorimit ose i kanë ndryshuar profil. Kështu që është shumë e vështirë që Rusia t'i ribëjë. Si ka ndodhur që Ukraina pati një sukses të tillë? Në fakt është një lloj drellie ushtarake, sepse në bazë të marrëveshjes mbi kontrollin e armëve bërthamore dhe kontrollin reciprok që është midis Rusisë dhe NATO-s, këta avion, të cilët janë bombardues strategjik, pra që mund të mbajnë raketa bërthamore të transportueshme për të goditur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë të detyruar të mbahen në fushë të hapur, në mënyrë që satelitët t'i vëzhgojnë dhe të shikojnë që apo përgatiten për fluturim, a janë të armatosur me armë bërthamore, e të tjera, e tjera. Pra është një pjesë e marrëveshjes së vitit 2010 midis dy superfuqive, Rusisë edhe Shteteve të Bashkuara. Kjo ishte arsyeja që këta avion ishin të hapur dhe kjo ishte arsyeja edhe që janë pa një mbrojtje të përshtatshme kundër ajrore, sepse në bazë të marrëveshjeve nuk lejohet afrimi i gjuajtësve i avionëve gjuajtës pranë këtyre bazave. Natyrisht që Ukraina nuk është pjesë e kësaj marrëveshje dhe pikërisht këtë hapësirë ligjore shfrytëzoi pra të ligjeve ndërkombëtare shfrytëzoi Ukraina, për më tepër duke mos çuar në ajër avion, sepse nuk ka një fuqi ushtarake dhe duke nxjerrë jashtë përdorimit disa avion të rëndësishëm për flotën ajrore sovjetike. Ka zëra që kjo goditje erdhi për shkak sepse Ukraina, Rusia po përgatiste një sulm ajror masiv kundër Ukrainës të quajtur zëmërimi Zeusit dhe Ukraina i bëri prit paraprake duke goditur aerodromet e saj. Ka disa teori të cilat thonë që Shtetet e Bashkuara nuk kishin në dieni të kësaj manovre dhe kjo shpjegon edhe telefonatën e alarmuar të sekretarit amerikan të shtetit Rubio që i bëri homologut të tij rus për të treguar pikërisht që neve nuk jemi pjesë e këtij sulmi, sepse do ishte një shkelje hapur e një traktati, e një marrëveshje. Ndërkohë, zërat komplotistë thonë që kjo ishte një lloj goditje e amerikanëve ndaj Rusisë për të nxitur atë që të pranonte kushtet dhe bisedimet për paqe me Ukrainën. Në fakt, unë nuk i besoj kësaj teorie komplotiste, sepse nëse vërtetohet që është dora amerikanëve apo që amerikanët kanë dhënë miratimin a priori, atëherë jemi afër një përshkallëzimi të frikshëm të luftës, ku Rusia, siç ka deklaruar dhe Putini, tashmë nuk ka më vijat kuqe, por nëse nuk do kishte vijat kuqe për Ukrainën, kam frikë se nëse do kishte ndodhur kjo, nuk do kishte vijat kuqe as për botën. Sepse Rusia nuk mund ta lejojë që potenciali i saj ushtarak ta nxjerrë jashtë loje pozicionin e saj në hartën e fuqive të mëdha. Kush janë ata që e kanë nxitur këtë sulm? Mendohet që janë shërbimet sekrete angleze, të cilat janë ato ndër më me eksperiencë, ndër më të mirat në botë, më i gjashta, dhe mendohet që pikërisht ata qëndrojnë mbas këtyre sulmeve. Dihet që anglezët dhe francezët, disi më pak, tashmë edhe gjermanët, duan që lufta me Rusin të vazhdojë. Në fakt, personalisht nuk e kuptoj cili është qëllimi i tyre strategjik
të dobësojnë Rusin. Kjo Rusi s'ka qenë asnjëherë, kjo Rusi që njohim sot s'ka qenë asnjëherë një kërcënim për anglezët apo francezët apo për gjermanët. Është një Rusi e cila përpiqet të kullandrisat në atë vajin e vet edhe në shtetet kufitare të cilat kanë qenë dikur pjesë e ish-bashkimit sovjetik. Që ta shpërbëjnë Rusin, më duket pak e frikshme të shpërbëhet një vend i cili ka 160 etni dhe i cili për më tepër nuk mund të kontrollohet, edhe nëse shpërbëhet Rusia, nuk mund të kontrollohet nga anglezët apo francezët apo gjermanët veç apo të marrë së bashku. Do të bie këtu faktin që këta njerëz, këta që drejtojnë këto vende të Europës Perëndimore nuk janë në gjendje të kontrollojnë 22 milion sirian. Ju erdhën të dera dhe s'dinin ç'të bënin. Nuk janë në gjendje të kontrollojnë dhe se ku do çojnë 2 milion palestinez që ndodhen në Gaza. Kanë frikë se mos i çojnë në Libi dhe nga Libia kërcejnë pastaj me gomonë në Europë dhe nuk kanë një plan të qartë se çfarë do bëjnë. Nuk e di se çfarë do bënin pastaj. Jo vetëm me 150 milion rus, ku nga këta vetëm 120 milion janë rus të vërtet, por dhe pa fuqinë që ka Rusia, më ndjes, fuqinë që ka Rusia për të kontrolluar zonat limitrofe, sidomos vendet e Kaukazit, të cilat janë popullsi pothuajse të egra, fanatike për sa i përket fesë, dhe nuk e di vërtet se çfarë do bënin, cila është strategjia e tyre, dhe cila është ideja që të inskenojnë një përshkallëzim të tillë. Nëse ka qenë pastaj vetëm ideja e Zelenskit, atëherë mbetet megjithmend një enigmë se kush e kontrollon këtë njeri. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, drejtarit i videove të kanalit Rutina Xhunga. Faleminderit.